Propagandat dhe lëvizjet anti-islame në Shqiptari kanë dështu. Unë i shoh si diçka të dështu me shterb dhe pa sukses, dhe arsyet e kësaj unë do ju a shpjegojnë pika shumë qartë për njerëzit që mendojnë dhe kanë zemër të pastër. E para, nuk ofron sistem vlerash dhe model jetese, nuk ka një orientim gjithëpërfshirës që jep kuptim jetës. Sidomos në këto ditë që falsiteti dhe artificiale janë shtu, ndërsa strukturat familjare dhe shoqërore janë dobësu, njeriu ka shumë nevojë me u plotësu. Dhe mos ju shkojnë ndërmend se këtë boshllëk mund ta plotësojnë mlefi dhe fodolleku, të cilat janë kolonat kryesore të këtyre lëvizjeve anti-islame. E dyta, ka retorik mitologjike, nuk ka arsyetime logjike dhe intelektuale, por etiketime banale, të cilat janë në nivelin e muhabeteve të fëmijëve të fillores. Pra kur të thot shko në Arabi o turko-mongol, që është diçka shumë qesharake dhe fëminore, do të thot që ai nuk e njeh as Arabin, as Turqin, as Mongolin, as Shqipnin, as vlerat universale, as vlerat lokale. Nuk mbrohet identiteti kombëtar duke shoh besimin e shumicës së popullit. Nuk mbrohet identiteti kombëtar me figura në mur, me content AI, me djathe me raki, por mbrohet me punë, me vizion, me dituri dhe urtësi. E treta, e gjithë struktura e këtyre lëvizjeve ngritet mbi urrëtitjen e tjetrit. Ekzistenca e asaj lëvizje është e varur nga subjekti që urren, pra ti nuk ke një bosht tanin, por ti sulmon boshtin e tjetrit. Rrjedhimisht këto lëvizje ushqehen nga Islami dhe e ushqejnë Islamin. Ka edhe gjëra dhe pika tjera, por do t'i flasim në videot e ardhshme, inshallah.